po pazare e takimet fshehta para se me ardhur në asamble. Mrena grupit tonë u fol e u thonë që hajde të blokojnë pastrimin, që të bëhet bërllëk Prishtina e që shtu të mujnë për Barim Ramën. Nëse domi në mikrofon ka qenë 15 euro, domi në kalimin e këmbimit pronave ka qenë 50 milion euro, i nderun kolegë. E qa domi ke shkaktu ti? Të bo pazare e takimet fshehta para se me ardhur në asamble. Tinza edhe grupit cilit i prinë. Tinza edhe subjektin ndashta cilit i takon. Çajo është domi për cilën do të më folë. 15 euro në mikrofonit. Aja kallzon kulturën tonë, edukatën tonë, cilën më mendoj që se ki. Që kjo hipokrizia që unë shkoj bëj dilla me Raman Haradinën për m'ja kalu 50 hektar, m'ja dhun 50 milion euro, m'ja kalu pronat, e të vjen këtu edhe shitës, që shohen për mbroj interesin e qytetarëve që kemë bën me vjellë. Ti si person më bën me vjellë kur ta di historinë edhe vjen shitësh në moralin politik që ka pas vetëvendosi dikur. Ose të paktën e ka si subjekt alo, po në Prishtinë jo mo. Për 4 vjet ja keni buar gatin PDK-s për me pru Rani Ismailin në balotazh. Ju dështoj. Ju kum paralemnu që ju dështon se s'funksionon ai punë. Mirë po e keni arrit një çështje, hallalli ku. Pe subjektit parë keni bu tretin. Vetëvendosi në Prishtinë s'ka qenë asnjëherë subjekti i tretë. Përveç se këto zgjedhje. Gzem kur ta kom thonë atë videon e famshme që nëse vazhdoni kështu vetëvendosin në Prishtinë keni me pedin diçka, atëherë dule vërtet. Atëherë duka igare. Ka thonë ja, sheti sa mirë me dal. Marrveshjet e fshehta, marrveshjet e pesta, loja në dytë, loja prapa shpinës, loja Tinza s'funksionon. E unë mendoj që pastrimi i qytetit është interes për krejt. E mrena grupit tonë u fol e u thonë që hajde të bllokojnë pastrimin, që të bëhet bërllëk Prishtina e që shtu të mujnë për Barim Ramën. Po në zbona pjesa sojna. Sa është e poshtër, është e ullt. Se që të rritën fëmijët Kosovës, në qëtë bërllëk që na kam mbyllu. E tani shunin statuse e me po dalin me, se na e kemi shkaktu.